Në një audicion të hapur, lajmëruar prej ditësh, regjisorja Cecilia Plasari po kërkon aktoren kryesore të shfaqjes së saj të re, që do të ngjisë sezonin e ardhshëm në skenën e teatrit kombëtar. Një personazh që t'i ketë të gjithë këto personazhe brenda vetes është e vështirë. Sepse ju tregoni në jetë secila atë që është më afër jush. Dhe unë nuk e di se çfarë keni brapa. Nuk mund ta di. Për këtë punë është audicioni, domethënë. Për të munduar të testoj këtë gjë. Pretendentet për rolin e Geshës janë mbi 22 aktore profesioniste të skenës, të cilat pasi janë njohur me kërkesat e regjisores, po i nënshtrohen shortit që përcakton radhën e tyre të konkurimit. Audicioni parashikon disa momente, duke nisur me skenën e nënës. Mama, kush i jep garanci njerëzve për jetën për te vdekjes? Ti je tashmë tëraj sunduar nga shpifrat e të keqes Geshe, e ka marrë ferauratën. E rikthyer rishtas në skenën shqiptare pas një eksperience 12 vjeçare në Itali, aktoria Eglantina Ceno e përshkruan kështu paraqitjen e sotme. Të thyej akullin, të them drejtën ka ndodhur shpesh të thyej akujt, kështu që s'ka problem. Nuk ka problem. Je pro një audicioni të hapur? Absolutisht po, është kështu funksionon, duhet funksionoj, është shkryevepër. Janë gjitha aktorët, janë gati 24 goca për një rol që bëjnë audicion. Ka regjizorë aty që po shohin, do jetë një zgjidhje fitoft më e mira. Liri në Bremen, shkruar në vitin 1971 nga autori gjerman Rainer Werner Fassbinder, është bazuar në historinë e vërtetë të një gruaje serial vrasëse, e cila helmoi 15 persona me arsenik në Hanover të Gjermanisë në vitet 1800 dhe ishte personi i fundit i ekzekutuar në publik në qytetin e Bremenit. Një grua do burrën. Për shkak të kompleksitetit të personazhit, regjisorja Plasari, pasi ka parë disa nga aktorët në këtë audicion, tregon për zgjedhjen e Geshës që po kërkon. Mund ta bëjmë konkursin me 2 faza ose 2-3 faza siç ka ndodhur. Për shembull tek Kasolli e vogël mua më ndodhi ta shohim, për shembull nëse në fund të audicionit është njëra që afirmohet totalisht që ajo është dhe që s'kemi nevojë, nuk do bëjmë fazë tjetër. Nëse do na duhet ta bëjmë këtë shoshitje, si thua, midis 2-3 që janë të barazvlefshme, kjo do zgjasim pak më shumë. Premiera e shfaqjes Liri në Bremen, që vjen për herë të parë për publikun shqiptar, është parashikuar të futet në repertorin e teatrit kombëtar, duke nisur nga shtatori i ardhshëm.